Pensionistët përbën një nga kategoritë më të rëndësishme të shoqërisë dhe mënyra se si ata zgjedhin të tërheqin pensionin e tyre është një çështje që ndikon ndjeshëm në jetën e përditshme. Sot pensionistët në Shqipëri kanë mundësi të zgjedhin ndërmjet dy mënyrave kryesore për tërheqjen e pensionit, përmes pikave postare ose përmes llogarive bankare. Posta mbetet një alternativë e besueshme, sidomos për ata që nuk janë të familiarizuar me përdorimin e kartave bankare apo teknologjive moderne. Ne tërheqim në bankë. Pse keni zgjedhur këtë opsion? Po zgjodhëm këtë opsion se është më mirë, vete me radhë nuk pret, edhe gjithmonë të sakt na i kanë dhënë. Sa e shkoni që rinovoni të dhënat? Shkojmë 2 herë në vit, një herë në 6 muaj. Një herë shkojmë në mars, një në shtator. Është e lehtë. Më e lehtë. Nuk është e vështirë, nuk është e vështirë. Bankët atje tërheqim, s'kemi patur probleme, e mi marrim. Jem 6 muajve mi bëjmë që jemi gjallë se mos nuk jemi edhe. Si procedurë është e thjeshtë, nuk ka problem. Jo, e thjeshtë është e thjeshtë. Po më parë si e trishnit, apo që në fillim në banke keni marrë? Jo, e kemi marrë për këto sportelet, për postat. Tani këtu e kemi marrë se kemi në cikë më mirë këtu si bankë. Është lehtësi për ju? Lehtësi për neve. Nuk mbajmë radhë. Disa të tjerë zgjedhin ta tërheqin pensionin përmes bankës si një mundësi më praktike. Ku e trishni? E trishni në postë? Po në postë për ku atje i paguajmë ujtë e dritet e tërë. E keni menduar si mundësi ta merrni në bankë apo ju duket e vështirë si procedurë? Një lloj është si bankët e atje një lloj është. Për pensionistët që dëshirojnë të tërheqin pensionin nga një pikë bankare, mund të bëjnë online deklaratën për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave online përmes portalit qeveritar i Albania. Deklarimi bëhet 2 herë në vit, në mars dhe në shtator. Në qarkun e Korçës aktualisht numërohen mbi 65.000 pensionistë.